Mirëdita të gjithëve, po fillojmë intervistën e radhës në pragndeshjen Egnatia Partizani. Të dy skuadrat janë pothuajse gjë në Final Four. Skuadrat vinë mbas 3 ditësh që kanë luajtur në absnes superiore, për më shumë fjalën e ka trajneri Tetova. Përshëndetje. Profesor Tetova, kishit pak orë në dispozicion për të përgatitur për Partizanin. Si është gjendja e skuadrës tuaj në aspektin fizik dhe psikologjik? Po është vërtet, janë shumë pak orë, por kjo është për të katra ekipet që luajmë gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë. Mendoj grupi ka qenë në gjendje të mirë, nuk kemi pasur dëmtime, thjesht lëndime të lehta, përveç Malotës dhe Ndrecës, pjesa tjetër e grupit është e plotë. Cili është meraku juaj kryesor për këtë ndeshje, gjithmonë nëse keni një? Për çdo trajner, meraku më i madh është kalimi i turit, por me që është me 2 ndeshje, flasim për ndeshjen e nesërme, mendoj që të marr nga skuadra sinjale pozitive dhe ta përfaqësojmë denjësisht ose të ruajtjen e trofeut, jemi të denj për ta ruajtur deri në fund. Nëse kualifikoheni, cilin rival nga gjysmëfinalja tjetër do të donit në finalet të Kupës së Shqipërisë, Dinamo Cityn apo Vllaznin? Mendoj që jemi 4 skuadrat që udhëheqim edhe kampionatin, që jemi kandidatët kryesorë për Final Four. Mendoj që nuk është se kam ndonjë skuadër të preferuar, por pikësynimi, fokusi është tek ndeshja nesërme. Pasuar me kampionatin, a dëshironi ta mbroni edhe këtë kuror si fitues të Kupës së Shqipërisë në fuqi, apo ky kompeticion del në plan të dytë, pra vlen më shumë titulli? Realisht, unë kam theksuar gjithmonë që objektivi jon i vetëm është ndeshja e radhës, dhe ajo do të shikohet kështu edhe nesër dhe çdo gjë pastaj hap pas hapi. Në kampionat e keni siguruar tashmë Final Fourin, a do të thotë ky fakt se profesor Tetova tashmë do të racionalizoj forcat, do të ruaj titullarët për sprintin final drejt titullit? Absolutisht, po të isha në një moment tjetër, po të kisha pas grupin e plot që nga janari e mbrapa, mund të kishte ndodhur kjo, por mendoj që grupi ka qenë, po themi, i çal, sepse kemi pas dëmtime, kemi pas shumë kartona dhe mendoj që duhet të risjell formën të grupit. Nga anon peshorja kësaj here, duke u bazuar te 3 ballafaqimet e fundit me Partizanin, ku janë regjistruar një fitore e juaja, një edemave të kusht dhe një barazim, me golevarazhin 5-5. Është kompeticion tjetër, kemi luajtur ndeshjet për kampionatin, kjo është ndeshje kupe, kjo të lën jashtë, nuk është se këtu maten golat apo peshorja, këtu është në lojë vetëm rezultati. Faleminderit. Faleminderit.